Titujt kryesor të gazetave e Mërkur 15 mars 2017. Gazeta Panorama. Relacioni i qeverisë, kompensimet dhe shtesa, si përfitojnë pensionistët. Zbardhen argumentet e qeverisë për rritjen me 3% të pensioneve dhe kompensimeve. Kategoritë që përfitojnë nga vendimi i ri. Ndryshimet në qeveri. Klosi, largimet e Tahirit dhe Blendit të çuditshme, por s'u bën për çadrën. Intervista flet ish kreu i Shish, Ramat mos bëj lëshime nëse opozita syn në zgjedhje rri kjo qeveri. Inaugurohet pazari i ri në Tiranë, 1000 punësuar të rinj, Rama dhe Veliaj dëshmi e ndryshimit që solli vota në 2015. Basha, kusht vetëm qeveria teknike. Mesazhet e ministrit italian rrezik destabiliteti në Ballkan. Teatri Kombëtar shfaqja për mbi 16 vjeç rikthehet Timo Floko. Reagimi, Nashe Jorgaqi si u bën ekspertizat për poetët e pushkatuar. Agron Tufa tregon për kërcënimet të ndalohen filmat para 90-s. Mbi paktin misterioz Rama Basha, harrimi i Panama Papers dhe grabitja e pasurive. Ku është plani i ri kombëtar antikanabis? E pika yjeve të Shqipërisë. Shekulli, pensioni familjar, rregullat e reja, dokumentet që duhet paraqiten, shumat dhe rastet kur mund të përfitohet, formula e llogaritjes së pensioneve të parakohshme sipas profesioneve, arsimtarët, policia dhe minatorët, mosha dhe kushtet që duhet kenë për të marrë pension të reduktuar. Kriza e zgjedhjeve PD kërkon rrëzimin e një ministri, Nishani merr dosjet nga Shish. Skënder Gjinushi, komisioner teknik ose numërim elektronik, ja oferta e ambasadorëve për të nxjerrë opozitën nga çadra. Vendimi i gjykatës, i refuzohet azili në Gjermani, i riu kthehet dhe rreh të ëmën. Filmat e para 90-s, komunizmi ka vdekur, hijet nuk janë rreziqe. Josif Papagjoni flet mbi debatin e ndalimit filmave, mendësi mercenarësh. Intervista Leonardo Olli, vetëm qeveria teknike garanton zgjedhje të lira. Hakmarrja për drejtësi rikthehet dosja kërkojnë 3 burgime të përjetshme. Raporti Europol, Shqipëria është furnizuesi kryesor me kanabis për BE-n. Debati, pagat e policisë së burgjeve, Vasili dhe Manjani përplasen me qeverinë. Superliga, Skënderbeu, Kuksi, Salihi, ja si do të fitojmë kryesimin. Gazeta Shqiptare. Dua eshtrat e Timbiri le të mos dënohen autorët. Intervista flet babai Ridvan Lamaj që u rrëmbyen në Sarand 2 vjet më parë. Asjeri Lamaj, Vitori Islami dhe Adriano Giçi akuzohen për rrëmbim personi dhe trafikim të narkotikëve. Timbire torturuan derisa e vran. Përhurohet pazari i ri, Erion Veliaj hapi mbi 1000 vende të reja pune. Një Shqipëri edhe sa në një betejë mes dy botëve. Pse ne egjiptianët dhe romët ju bashkuan Bashës? Kërkesa Hysni Kapos për ballin për të luftuar çetën tonë, Sadik Prend, ja çfarë i shkruan te krau i djathtë i Enverit komandantit nacionalist. Kujtimet e bashkëthemeluesit Partisë Komuniste donin të më eliminonin. Alessio Alia e braktisa biberin kur mora vesh se do bëhesha baba. Ministrat e rinj Nishani do t'i verifikoj para dekretimit. Të verbrit letër kumbaros na përdore as në teatr Symfalas, ATP statusi çdo pronë në Elbasan 500 librazh dhe gramsh. Shqiptarja.com, fake news, investigimi, lajmi 1400 kontenierëve me mbetje është fals. Ja institucionet italiane, maqedonase dhe shqiptare që përgënjeshtrojnë skandalin për kontenierët e zhdukur në Shqipëri. Pulja, nga Bari nuk kemi dhënë asnjë mbeturim për eksport. Dogana italiane nuk janë nisur asnjëherë mbetje në Shqipëri. Firma maqedonase në Drisla nuk kemi importuar kur plera nga jashtë. Dogana shqiptare jemi ndërlidhur me doganën italiane dhe çdo shkelje këtu del atje. Përgjegjësia e politikës dhe e medias në vërtetësinë e një lajmi. Nëse PD nuk emëron antarët në KZAZ, do të futen qytetar të thjeshtë si komisioner. Udhëzimi i 2013-s i KQZ së Berishës zhbllokon zgjedhjet nga bojkoti. Lista e plotja 360 gardianët e votave të PS dhe LSI zbardhen emrat e antarëve të KZAZ-s. Krimi shtetëror, 9 vjetori i Gërdecit si shpëtuan Berisha, Shkëlzeni dhe Mediu. Raportimet e ambasadës SBA-s si punonin 2 ministrat për Shkëlzenin. Ministri Alfano, Italia mbështet politikat reformuese të Shqipërisë. Shënimet e 1950, Agolli shkrimtar i shquar por midis të shquarish. Gazeta Dita, ekskluzive nga Franca, Mark Dodani për 400 diversantët që dekorojnë Nishani. Rrëfimi i rralli 91 vjeçarit pjesëmarrës edhe dëshmitar në eliminimin e bandave në vitet 50. Një portret për heroin Asim Aliko dhe nuk ka luajtur asnjë rol agenti shumë fisht Kim Filbi. Intervistë unë nipi Shefqet Peçit, komandant Rama dhe pisat e PD-s. Një letër për kushëririn tim Agron Duka. Një dezinformimin e veritshëm për mua. Sot 9 vjet nga Gërdeci, foto e Baxhanaku të Berishës në morg. Një foto dhe disa shënime nga Indieri Andrea Stefani. Pagesat për studentët bachelor dhe master. Për fotot me Enver të Gjafës dhe Berishës. Koment krahasimi. Gazeta Tema, zvarritja e emërimeve, Nishani çon tek Shish ministrat e rinj. Editorial nga Mero Baze, fotografia e Gjafajt dhe fotografia e Berishës. Policia që nuk duam, debati i letërsisë, askush nuk detyroi, shërbimi u dha me dëshirë. Shkullaku i tregut Çam.
Rusia ndërhyn në punët e Shqipërisë, Basha informon ambasadorin Karpushin për situatën politike. Hemoragjia e mjekëve, ofertat për punë në Gjermani zbrazin spitalet, flet biznesmeni shqiptaro-amerikan si ma shpëtoi jetën Kosta Trebicka në 1997. A është Athina ajo që kërkon rrëzimin e Ramës? Antena brenda familjes, ditari Megi Pjeshkës, arma sekrete e PD-s në çadër është Kaçi i bardh. Se e mohoi Enver Hoxha rolin e Zogut në rezistencën anti-italiane. Gazeta Mapo, emërimet e ministrave të rinj në dorë të Nishanit, ndryshimet në qeveri, kreu i shtetit u ka kërkuar institucioneve ligjzbatuese informacion mbi 4 ministrat e propozuar nga Rama. Miratimi i ndryshimeve në kuvend shtyhet për javën tjetër. Presidenti ka pretenduar më parë se ka të drejtë që të shqyrtojë kandidaturat, jo vetëm formalisht. Banka Botërore kredi $100 milion për të ulur kredit e këqija. Negociatat, kreu i PD-s do i shkojmë deri në fund kauzës son. Një studiuese amerikane shkruan për Skënderbeu në shekullin e 19. Takimi me Karpushin Basha, çfarë i kërkova ambasadorit rus? Pse lajmet e rreme bëhen të besueshme? Rasti Çuli dhe veprimet tona si pika e fundit që derdhin gotën. Panorama Sport, replikon trajneri, Duka privatizoi futbollin, nuk e do Partizanin kampion. Akuzat e Partizanit, Duka Starova i dështuar, mos e baltosni garën, do të ketë vendim përfundimtar për Skënderbeun. Presidenti i FSHF strategji për të realizuar ëndrat e tij në kurriz të klubit. Sulmuesi Sali, fitojmë ne, nuk kam garë me Peqin. Raportazh, sakrifikohet Emini, Jasi Kuksi përgatit finalen. Flamurtari, mesazhi dyshim Duro ju tregoi ankthi në Vlorë. Revolta e takut përgjigjet Josa, trajneri i Tiranës do të ketë masa për lojtarin, më intereson grupi. Kombëtarja Lenjani jashtë, një talent tërbon Maqedoninë. Champions mjafton Dybala, Juve në çerek finale. Bayern i Ancelotit, kopje e sezonit të tripletës. Shpike kineze, derbi Milanos luhet në 12:30. Plazh në Mars, Rapotao show në ditën e verës. Sport Express, Josa nuk përkëdhel askënd, Tirana vendos sot për afrimtakun, trajneri i bën dalje, nuk e marr në stërvitje, vendosin bashkërisht me klubin çdo të bëjmë. Duro Flamurtari, gafa me përforcime, trajneri Flamurtarit shpenzime kolosale për të afruar lojtar pa asnjë vlerë. Duka bekon futbollin e femrave, sot asambleja e FSHF-s. Tërbohen slavët, talenti zgjedh Shqipërinë para Maqedonisë. Superliga, Skënderbeu, Salii, fitore me çdo kusht, por nuk është vendimtare. Partizani, shlyerja e dënimit, bordi mund vendos kundër Demit. Vllaznia, Cungu me laps në dorë, vllaznia më e mirë në 6 vite. Liga e Kampioneve, Juve pas forcim, Porto eliminohet pa shënuar. Leicester City bën mrekullinë, Schmeichel eliminon Sevillën. Vazhdon lufta me Ajtekinin, dosje në UEFA kundër arbitrit.